Është përkujtuar sot në 110 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes, heroi i popullit Fadil Hoxha, me homazhet e varri i heroit, qytetarë aktivistë organizatave të ndryshme nderuan kontributin e çmuar të heroit Hoxha. Pas homazheve, në një akademi përkujtimore organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës Antifashiste, Nacional Çlirimtarë të Kosovës dhe Shoqata e Intelektualëve Jakova, përmes kumtesave, u risot në kujtesë veprimtaria dhe kontributi i Fadil Hoxhës. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Kosovës, Degano Gjakov, Gazmend Hoxha, duke falenderuar të gjithë për prezencën, u shpreh se në këtë tubim përkujtimor nderohet figura e heroit të popullit Fadil Hoxha. Nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi me rastin e 110 vjetorit të lindjes së heroit të popullit Fadil Hoxha dhe 25 vjetorit të vdekjes së tij. Më lejoni që në emër të Ovelanç të Kosovës dhe degës së saj në Gjakov, t'ju falenderoj të gjithëve që jeni prezent, intelektual, qytetarë Gjakovës, familje dëshmorësh dhe të tjerë. Falenderoj që kanë gjetë mundësinë në rastin që të na nderojnë neve figurën e Fadil Hoxhës dhe të marrin pjesë në këtë tubim përkujtues. Profesor Albando Bruna në fjalën e tij tha se heroi Fadil Hoxha ka dhënë kontribut të vazhdueshëm në artikulimin e kërkesave kombëtare e sociale të shqiptarëve. Në sarje të rolit e tij aktiv në luftën antifashiste nacionale çlirimtare dhe kontributin e tij të vazhdueshëm në artikulimin e kërkesave kombëtare dhe sociale të shqiptarëve, ai mbeti deri në fund të jetës një figurë e respektuar dhe e vlerësuar gjithësisht në opinionin publik kombëtar dhe ndërkombëtar. Ndërsa drejtoresha në Institutin e Historisë së Kosovës, Teuta Shala, rikujtoi heroin si mbështetës kryesor të konsolidimit e themelimit të Universitetit të Prishtinës. Ai ndikoi drejt për drejt në krijimin e elitës së re intelektuale, e cila më vonë do të luante rol të rëndësishëm në jetën publike dhe kombëtare të Kosovës. Fadil Hoxha konsiderohet ndër mbështetësit kryesor të themelimit dhe konsolidimit të Universitetit të Prishtinës. Ajo kuptonte se arsimi i lartë ishte kusht themelor për emancipimin shoqëror dhe zhvillimin institucional të vendit. Tutje nën kryetari i Ovelanç të Kosovës, Bashkim Hisari, veçoi heroin Hoxha si ndër personalitetet më të rëndësishme në historinë politike të Kosovës. Ai në ka dhënë një trashëgimi që nuk mund të përfshihet apo trajtohet në mënyrë të plotë brenda një kumtese që zgjat 10 minuta. Sepse ishte një ndër personalitetet më të rëndësishme në historinë politike të Kosovës. Për profesorin Rushdi Sefa, Fadil Hoxha mbetet figurë tipike e historisë, duke vlerësuar thellë veprën e të ndjerit. Figura e tij nuk mund të redukohet në dëmëzjen të vetëm. Në këtë kuptim, heroi Fadil Hoxha mbetet një figurë tipike e historisë sonë, një figurë që ka jetuar dhe vepruar, më thojza, në gojën e ujkut, siç është thënë shpesh. Dhe ndoshta vetë ai e ka përmbledhur më së miri këtë realitet me fjalët e tij të thjeshta. Aq kemi ditur e aq kemi mundur, duke bërë të pamundurën. Kjo fjali nuk është vetëm një justifikim, është një reflektim i një brezi të tërë që përball me zgjedhje të pamundura, ku çdo vendim kishte kosto dhe asnjë rrugë nuk ishte e pastër, por e minuar. Fjalën përshëndetëse të tubimit përkujtimor e dha Lek Hoxha, kryetari i Ovelanç të Kosovës, njëherët djali i heroit Fadil Hoxha, duke shtuar se në këtë përvjetor të dyfisht, po nderojmë një epokë të tërë të historisë së Kosovës. Sot në këtë përvjetor të dyfisht, 110 vjetori i lindjes dhe 25 vjetorin e shkuarjes në amshmim të Fadil Hoxhës, ne nuk po nderojmë thjesht një emër, po një epokë të tërë të historisë sonë kombëtare. Si kryetari i Organizatës së Veteranëve, shokte Fadili komandantin që në ditët më të errta të njerëzimit, ditët e rreshtoi Kosovën në anën e duhur të historisë. Ai e kuptoi herët se pa mposhjen e fashizmit, liria e Kosovës do të ishte pamundur. Ndërka që reagime pati nga balli kombëtar demokrat shqiptar, të cilët mbajton një protest kundër glorifikimit të komunizmit në Gjakov, të pranishmit me pankarta në duar, përcollën mesazhe jo glorifikimit të figurave komuniste, jo komunizmit, vrau kombin ton,
dhe nuk e haroj masakrën e burgut në Çakov. Mes tjerash nga balli kombëtar, u tha se do të vazhdojnë traditën historike të luftës për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe kombëtare.